Roli i biznesit është thelbësor në formësimin e të rinjve për një treg pune dhe ekonomi të qëndrueshme. Së bashku me ta, entitetet trajnuese, publike dhe private, formësojnë të rinjt për tregun e punës. Gladiola Dona, një partnere e hershme e projektit dhe mjaft aktive sot në sektorin e trajnimit të turizmit në Shqipëri, ka një përvojë mbi një dekadë në zhvillimin e fuqisë punëtore. Si trajnere dhe mentore, Gladiola ka vëzhguar evolucionin e aspiratave të rinjve dhe nevojave të tregut, duke vazhduar të ndërtoj ura midis tyre përmes arsimit të orientuar nga kërkesa. Përveç suksesit në biznes, Gladiola është një zë aktiv për punën e denjë në sektorin e turizmit dhe jo vetëm, duke ndërgjegjësuar bizneset për një fuqi punëtore të motivuar për të punuar dhe qëndruar në Shqipëri. Më tham 5 minuta dhe më tham duhet hypi këtu lart. Faleminderit. Siç ka Kristina pasion për kuajt, unë kam pasion për kamarierët, banakierët, kuzhinierët. Por I dua të jenë kështu profesionist dhe aty ku duhet jenë. Shpesh e kam treguar historinë time me copza, sa më ndjekën rrjetet sociale mbas edhe e kanë dëgjuar. Sot do ta tregoj që kështu nga pikpamja emocionale, sepse është dhe pak emocionues ky takim I sotëm. Dhe kush më njeh privatisht e di që unë bëj diçka tjetër, jam në fakt në drejtimin e një shkolle private, kam shumë vite që e bëj, 15 vjet. Dhe në një moment caktuar para 10 vitesh, kur mbaroi viti akademik, u gjenda sikur isha e lirë dhe mund të bëja gjithçka tjetër dhe mund të luaja shkollash, sepse dija të bëja një shkollë. Kështu që futa në loja të pasionin tim dhe thash, po hap një shkollë, mbase jo, po një qendër formim profesional për të rinjt, siç janë kamarierët, banakierët, recepcionistët, mi dalloni emocionet besoj. Dhe filloi në këtë formë, mora me qira një apartament vogël dhe çfarë parash merra nga rroga ime, do I fusja tek shkolla e re e madhe që po bëja. Kështu nisi dhe imagjinoni një person që ka hap një biznes të vogël, ka marrë me qira, ka marrë dhe njerëz në punë dhe pret që dikush trokasin në derë dhe thotë po dua të vi të trajnohem, të bëhem kamarier I mirë. Dua të vi trajnohem, bëhem recepcioniste e mirë. Por ishte momenti kur vërtet njerëzit trokisin në dyer për të bërë kamarier, jo si sot që në fakt troket punëdhënësi për të gjetur kamarier. Kështu që ishte momenti që mbase kurset e mia do ishin suksesshme dhe do duheshin. E megjithatë ishte momenti kur gjithashtu unë trokita kerësia dhe I thash, më jepni mundësinë të trajnoj disa të pa punë dhe tregoj që di ta bëj këtë gjë. Dhe ky ishte momenti I parë kur risia më mbështeti dhe nxorëm në treg 35 të papunët e parë të trajnuar, të cilët u bën kamarier të mirë. Dhe më pas kuptova që këta kamarier të mirë punonin në menaxher jo të mirë. Dhe aty ndrova qasin duke thënë, aha, s'pas kam qenë vi, nuk duhet të trajnoj kamarierët, duhet të trajnoj menaxherët. Kështu që fillova të trajnoj menaxherët dhe që kemi 10 vjet në treg ndërkohë që në fakt të kritikojmë rrjetet sociale gjithmonë sipërmarrësit, ju e keni fajin, që s'ka kamarier, ju e keni fajin, duhet të rriteni vetë. Dhe sa më shumë e kritikojnë, aq më shumë na dashkën. Kështu që kurset janë bërë ndërkohë kurse për menaxher, hotelesh, baresh, restorantesh. Dhe akademia e vogël që mora me qira atëre, nuk është akoma shumë e madhe kështu në kate në sipërfaqe, por është e madhe sepse ka trajnuar mbi 600 të certifikuar ndërkohë, të cilët janë kryesisht menaxherë dhe sipërmarrës, të cilët pasi e kuptojnë rëndësinë të trajnimit, të thonë, okay, më trajnova një stafin se kuptova si duhet. Në këtë formë, kuptova vetë që po të bësh biznes për pasion, nuk e zmadhon dot. Po të bësh biznes me pasion, mund të arrisësh dhe në fakt e kam kthyer në biznes me pasion, sepse biznesi është rritur, trajnojmë jo vetëm, certifikojmë e trajnojmë jo vetëm drejtues biznesesh, por gjithashtu trajnojmë në vendet e punës, hapim konsulenca, kemi hotele të reja që hapim, bare të reja, restorante të reja. Kemi krijuar një kompani tjetër që quhet Mentor.al, e cila merret vetëm me career guidance. Çojmë studentë në Zvicër, ata që kanë hotele çojnë fëmijët e tyre në Zvicër nëpërmjet nesh, duke krijuar kështu dhe mundësi për pjesën e rritjes profesionale, pra dhe pjesën e studimeve dhe pjesën e karrierës. Pastaj kuptuam që kjo gjëja duhet treguar në rrjetet sociale, duhet treguar kudo dhe krijuam një kompani tjetër që ka lidhje me bërjen e filmave, me bërjen e dokumentarëve gjithashtu për të suportuar kompaninë e parë. Pastaj krijuam dhe shoqatën që quhet Shoqata e Profesionistëve të HAT, sepse këta njerëz që kemi trajnuar ndërkohë, duam t'i mbajmë të gjithë në një platformë të ndërveprojmë në mënyrë që të rrisim e të nxisim sipërmarrjen etike. Shoqata përbëhet nga
njerëz që janë trajnuar në hat për kaq vite, të cilët marrin falas akoma, trajnime, workshops, networking, sepse distributorët e industrisë paguajnë për ta. Pra kemi gjetur gjithashtu një mekanizëm për t'i mbajtur të gjitha trajnuarit në një platformë të përbashkët. Kështu që nga i momenti i pasigurt i imi që thash kush do trokas për herë të parë në kurset e mia, dhe më kujtohet që shkoja në për tavolina rrumbullake të mira pjesë kuptoja si funksionon industria, ndërkohë që sapo kisha filluar. Më kujtohet që isha ulur me disa punëdhënës të vjetër të hotelëri turizmit, ku thoshte çfarë bën ti më xhan, po trajnoj kamarieri, thoja unë. Po ç'trajnon kamarier, tha unë kam kaq vite në tre, kam trajnuar 5000 kamarierë të jetën time, dhe se vinë e hiqen ta 5000 kamarierë. Thash unë, 5000 kamarierë në një restoran do thotë që ti s'di të mbake kamarierët. Do thotë që ka diçka me ty që nuk shkon. Pra kjo bisedë ishte para 10 viteve, ndërkohë që tani na vinë me projektet e tyre mbi tavolinë dhe thonë do hap një hotel. A mund të më këshillosh se çfarë hapësirash më duhen që ta bëjmë mirë hotelin? Pra dhe mundësia sipërmarrëse ka ndryshuar bashkë me ne. Kështu që më duket se i mbusha 5 minutat. Ju falemnderit, risi që më dhatë mundësinë, edhe kjo ishte risi e sotme për mua të flisja kështu me mikrofon përpara të gjithëve, ishte një sfidë e fundit që më dhatë dhe këtë bëje se ti e bën. Ju falenderoj për këtë dhe falemnderit gjithë bashkëpunëtorëve se nëpërmjet risisë, jo vetëm që na dhanë mundësinë e parë, por ajo që morëm më shumë ishte që morëm network, morëm marketing, morëm mundësi të tjera, konferenca që morëm pjesë, mundësi bashkëpunimi, gladi bashkëpunon me atë sepse ai bën një gjë që ty të përshtatet. Pra, e gjithë kjo shtys që morëm më mbrapa pas momentit të parë, ishte pa vlerë. Domethënë ishte, si të thuash, nuk ka vlerë që mund t'i vë sepse ishte shumë e rëndësishme, nuk e vlerësoj dot. Ju falemnderit për këto vite. Falemnderit.